Jemi në shkollën nëntëvjeçare 7 Marsi, një nga shkollat ku klasat e dyta po punojnë me tekste të gjuhës shqipe, të cilat kanë shfaqur probleme në përmbajtje. Kjo është ora e fundit e klasës së dyta në shkollën nëntëvjeçare 7 Marsi dhe rastësisht lënda që ata kanë është gjuha shqipe. Nxënësja Ema Pulaj do të na lexojë pjesën shkumësi magjik për të na treguar se si e kupton atë. Biseda po vërtitej rreth shkumësit. Tabela e zezë pa një shkumës nuk ka asnjë kuptim, por Tomori u tha shokëve të klasës së 4B. Mos harroni se shkumësi të ndihmon dhe për të sëmurë sa herë që dëshiron. Ja, unë për shembull, kur nuk dua të shkoj në shkollë, tres një copë shkumës në një gotë me ujë, e pi dhe më ngrihet temperatura me një herë. Çfarë kuptove nga ky tekst? Që Tomori i tregoi shokëve që nëse e fut shkumësin në ujë ai tretet dhe nëse e pi të ngrihet temperatura. Ti do ta provoje vetë këtë gjë për mos ardhur në orën e mësimit? Jo, nga që mua më pëlqen shumë shkolla, s'ka rëndësi se sa të vështira janë, por mua më pëlqejnë. Edhe pse kjo përmbajtje nuk e edukon fëmijët, këto tekste do të vazhdojnë të jenë në duart e tyre për gjatë gjithë vitit shkollor. Mësuesja e kësaj klase, Entela Alushi, i siguron prindrit e nxënësve se s'ka asgjë për t'u shqetësuar. Unë e kuptoj ndjeshmërinë e prindërve për pjesët që kanë lexuar dhe të cilat i kanë quajtur të papërshtatshme. Ne si mësues kemi një program mësimor i cili mbështetemi dhe ai është kryesori për ne. Libri është dytësor, i cili ndihmon në procesin mësimor. Mësuesi me lirinë e tij profesionale, i cili është një 10%, është në gjendje që ta zëvendësojë këto orë mësimore me diçka tjetër. Mësimi ka për qëllim të edukojë nxënësit dhe jo t'i edukojë ata. Çdo vit mësuesit e klasave përkatëse mblidhen së bashku për të përzgjedhur tekstet me të cilat do të punojnë me nxënësit e tyre. Në shkollën nëntëvjeçare 7 Marsi, së bashku me mësuese Entelën, kanë qenë edhe 2 mësuese të tjera që kanë përzgjedhur tekstet me shumicë votash. Libri kalon në disa filtra të caktuar, e cila duhet ishte shumë rigoroze përpara se të vinte tek mësuesi. Përzgjedhjen e librit e bën me një komision, i cili është me votim, secili mësues jep votën e tij. Sipas mësuese Entelës, alternativat për një tekst duhet të jenë më të pakta që të bëhet i mundur filtrimi i plotit çdo teksti. Vetëm për klasën e dytë ka pasur 5 alternativa për lëndën e gjuhës shqipe, ndërsa për lëndën e matematikës ka pasur 8 të tilla. Pas publikimit në rrjetet sociale të teksteve që nxisin dhunë, Ministri i Arsimit Lindita Nikolla deklaroi se do të merren masa deri në heqjen e tyre nga tregu. Vitin e ardhshëm pritet që reforma në arsimin para universitar të reduktojë alternativat për çdo tekst, 1 deri në 2 maksimumi.